Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origjina Show. Këtë edicion po e fillojmë me një kronikë të përgatitur me rastin e Akademisë Përkujtimore që pasqyron 44 vjetorin e rënjes së heronjve Jusuf Gërvalla, Kadri Zeka dhe Bardosh Gërvalla. Ky organizim u bë nga shoqata Kadri Zeka në Nürtingen të Gjermanisë. Ta ndjekim. Mirë se keni ardhur në Akademinë Përkujtimore, kushtuar 3 heronjve të Kosovës. Ditë më parë, shoqata Kadri Zeka në Nürtingen të Gjermanisë mbajti Akademi Përkujtimore me rastin e 44 vjetorit të rënjes së heronjve Jusuf Gërvalla, Kadri Zeka dhe Bardosh Gërvalla. Fillimisht të pranishmeve ju drejtua kryetari i shoqatës Taxhidin Bakia, i cili në emër të kësaj shoqate, pasi falenderoi pjesëmarrësit, theksoi rëndësinë e nderimit dhe përkujtimit të pishtarëve të lirisë. Kushtuar 44 vjetorit të rënjes së 3 heronjve Jusuf Gërvalla, Kadri Zeka dhe Bardosh Gërvalla. Më pas fjalë rasti, mbajti edhe shefi i konsullantës së Republikës së Kosovës në Stuttgart, Hamdi Përbatovci, i cili ndër të tjera tha se ekzekutimi i tyre 44 vite më parë nga shërbimi sekret jugosllav e pengoi përkohësisht rrugën e rezistencës, por nuk e ndali asnjëherë vendosmërinë për çlirimin e vendit tonë. Përkundrazi, fjala dhe vepra e tyre u bën udhërrëfyese për brezat që erdhën më pas. Në kohën kur ata ranë, unë dhe disa prej jush këtu nuk ishëm parë në këtë botë. Megjithatë, ne jemi rritur me fotografitë e tyre, fjalët dhe veprat e tyre u bën udhërrëfyes për brezat që erdhën pas. Në cilësinë e kryetarit të nderit të shoqatës, Xhafer Leci veçoi momente dhe kujtime nga periudha e aktiviteteve adhetare të Jusuf Gërvallës, Kadri Zekës dhe Bardosh Gërvallës, duke e theksuar sakrificën dhe përkushtimin e palëkundur të tyre ndaj atdheut. Ishte edhe imbje e madhe pa harre, si kom njët mashkët edhe jo sigurisht kur thënin vendi huaj është i ftoftë, vërtet është i ftoftë. Aty pash për herë të parë nonën e Gërvallajve, nona Ajshe. Të pranishëm në këtë akademi përkujtimore ishin edhe bashkohës dhe veprimtarët e herojve Jusuf Gërvalla, Kadri Zeka dhe Bardosh Gërvalla. Jam Brahim Alimi, drejtuesi i shoqatës Isa Boletini, që vepron në Sindelfingen Nürtingen. Sot kemi ardhur në këtë tubim përkujtimor, të ftuar nga drejtuesi i shoqatës, zoti Taxhidin Bakia, shoqatës Kadri Zeka, si edhe kryetari i nderi, zoti Xhafer Lecaj. Është një organizim përkujtimor që në fakt na obligon, po e nin veten të nderuar që të marrim pjesë në organizime të tilla, sepse Jusufi, Bardoshi, Kadriu kanë qenë personalitetet e shuara, të cilat kanë vepruar në një kohë kur ka qenë një sistem jugoslav shumë i fuqishëm, i cili ka bërë çmos për të penguar ato organizime, megjithatë ata ja kanë arritur që me organizimet e tyra ta ndërtojnë strategjinë e një unifikimi më të mirë të shqiptarëve në diasporë. Dhe në momentin kur ata erdhën deri te finalja e bashkimit të organizimeve shqiptare, u të bëja goditi pikërisht mbi ta për të penguar drejtimin e tyre, për të penguar sukseset e tyre. Do thotë se Jusufi, Kadriu dhe Bardoshi arritën ta ndërtojnë strategjinë e bashkimit të organizimeve ekzistuese, mënyrë që të mobilizohen të zë shqiptarët për të ardhur deri te qëllimi për çka dhe sot në fakt po e festojmë ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Sot pra i kujtojmë këto personalitete, të cilat janë për garancia, janë vazhduese e personaliteteve të kohës, siç ishte Adem Demaçi dhe personalitete tjera pas tyre. Dhe tash në fakt kanë me disa personalitete tjera që po vazhdojnë rrugën e tyre, po me qëllimet më të mira që mundohem të rinin të abidin, që sa do kudo të jenë në vijen e orientimeve të identitetit tonë dhe të vijes kombëtare. Si shoqat Isa Boletini veprojmë që nga vitin 1983 dhe jemi shumë të krenar që themi se jemi është krijuar në atë kohë kur mbi bazën e asaj strategjie që kanë përpunuar Jusufi, Bardoshi dhe Kadriu, domosht ndër shoqatat
e para që është kriju drejt për e shqiptarëve, sepse ka pasur edhe organizime tjera të mëhershme. Kështu që sot e falenderojmë Bacin Xhafer, pastaj Taxhedin Bakiun kryetarin, të cilët na kanë ftuar në këtë manifestim, na kanë nderuar që të jemi pjesë e këtij manifestimi. Unë jam Nami Ramadani, jetoj këtu afër Stuttgartit. Për këtë ditë sot përkujtimore për vredhjet Gërvalla dhe Kadrizekën, çdo vjet i përkujtojmë edhe unë për herë ndihem edhe më i prekur për arsye si kum njoft personalisht, kemi punu bashk. Është edhe interesant me thënë që dia para se më vra, ditë takimi kemi qenë bashk dia nar, kemi qenë ndarsmën e kadriut, kurse edhe natën e vitit të ri e kemi pritë bashku, bashkë me Bacin Jusuf, Bardoshin, me disa shokë në Sindelfingen, ke një punëshin punëtor shqiptar, ati bashkë edhe u morëm vesh me shku në darsmën e kadriut, kemi shku së bashku, kemi shku e kom marrë une Bacin Jusuf deri në të grupen ba, kemi ardhë në Sindelfingen, masandeju me kombin tim kemi shku në Zvicër, kurse Bardoshi ka shku me veturën e vetë, me gruën e vete, e ne kemi qenë bashkë për në Zvicër. Në fund lavdi jetës dhe veprës së tyre. Unë quhem Kolmerturi, i fshatit Meshe, komuna e Gjakos. Unë jam njoftu me Jusufin me barën Kadrin qyrë vitin 79. Një 2 vite gjysë, dhe i suvran ata me 17, një atë të dytën kem bashdu me ta kem punu 9 ditë. Me shokë si kem pas, me Jusufin, Badhin, Kadrin, Faradin Tapallarin, Nami, Ramadanin, Hafiz Gagicën, dhe kajta shokë tash mi përmendin shumë. Kem punu 9 ditë, kur ovran ata, masën e kem bashdu në punë. Kur që jem dalë dekte, ne kuj lufta, gjithkun demonstrata unë e mon Europë që jemi shku, gjithë ka. Kem vepruhe 9 ditë me shokë, kur që jemi dalë. Dhe i kujtojmë ata burra se në konë burrat mëdhej. Jusufi i parë dhe Kadria, inshallah linë nona si shqiptarë, se në konë shumë të zëtë. Në lavdi, u qoftë, vepra, puna, atyne, edhe gjithmonë i kujtojmë me shpjetë me zemë ata burra. Akademia përkujtimore për vëllezër Gërvalla dhe Kadrizeka se zakonisht mbahet çdo vit, kësaj radhe ka marrë klubi kulturor Kadrizeka, faktikisht Xhafer Leci është një ndër iniciatorët kryesor për akademinë. Një 2 fjalë për historikun pak të klubeve, siç është se klubi Bardosh Gërvalla u formu në vitin 1993, një vjet përmas Kadrizekës, faktikisht bile në formimin e sipër atëherët e kemi pas marrë edhe statusin e Bardosh Gërvallës e kemi përdorur për formimin e klubit. Pasi që ekzistoi në atë kohë klubi Jusuf Gërvalla në Heilbronn, kurse edhe Kadrizeka në Nürtingen, dhe na vendosëm që ta emërojmë klubin Bardosh Gërvalla sa për historive, ditë se si kanë arë në jetë të klubet pas atentatit të keqpams të vitit 1982, asë kohë UDBA së Boslavisë bëri atentat ndaj veprimtarëve të çështjes kombëtare. Pëstas gjatë shumë, vetëm tubimi ke i mirë dhe patëm një radhitje të mirë dhe lavdi për jetën dhe veprën e Bardosh Gërvallës, Jusuf Gërvallës dhe Kadrizekës. Me kaq për shëndetësi. Edhe njëherë, falenderimi veçantë për prezencën e juaj, nderuar Rifat Avdiu. Jam me nderë dhe kënaqëri që sot bota ftesën nga i nderuari Zotëri Leci për angazhimin e kësaj ceremonie. Për mua një privilegj i veçantë që spaku të nderojmë me pjesëmarrjen e heronjve tanë, vëllezërve Gërvalla, gjithashtu Kadrizeka, lavdi për jetë e matë, i qofshim falë veprës dhe sakrificës tyne për aktivitetet dhe veprës
ku të thotë edhe ma shtrejtën e tyre, dhanë jetën për vendin. Ju jemi gjithmonë me njas lavdi për gjithë atyre që ranë për vendin tonë. Në emër tim, Ardon Preniqi, në emër të qendrës kulturore shqiptare të Rojtlingenit, ju falenderoj shumë dhe respekt për pjesëmarrjen e juaj. Faleminderit shumë. Unë quhem Noel Lekaj, unë jam një punëtor komunal këtu në Varnau, jetoj që 33 vite këtu, po për fat unë kam pas mundësinë të ndihmoj shumë kuj, po megjithatë për popullin tim jam di shumë krenar që kam pas aty të ndihmoj, që 25 vite ose po them edhe më tepër kohë që kam qenë vetë edhe aktivist gjitha drejtimet, po kam qenë edhe antar i kryesisë shoqatës Kadri Zeka, të cilën edhe kjo shoqatë mban emrin të nderumit, i cili ka qenë bashkëhero së bashku me Bardosh Gërvallën dhe Jusuf Gërvallën, edhe me shumë krenari, çdo gjë që e kemi bërë, kemi ditë që ne jemi pasazh trashëgimtar të rrugës së tyre, ideve të tyre, që çdo gjë na ka dalë në dritë. Sot kemi shtetin, kemi lirinë, gjitha ato që kemi është sakrificë e shumë njerëzve. Edhe atyre që prej filizave të para që kanë ra, po duke ju falendëruar gjithmonë edhe ushtrisë kur u mobilizuan dhe dul në skenë, për ne është pak më mirë se unë si atletar, si punëtor këtu në Gjermani, ku pas rastin që fazat na kanë ndryshuar edhe para, edhe mbrapa kur ka dalë ushtria, e kemi një veten më krenar dhe kemi pas arsye më të madh që të luftojmë, të kërkojmë, ta sensibilizojmë çështjen tonë kombëtare, duke ju falendëruar gjithmonë ushtrisë lirimtare, e cila dul në skenë, edhe çdo gjë për ne ishte më sigurt se s'kish kthim mbrapa më. Edhe ka mbi 25 vite t'ju falendëruar atyre që jemi mundu së bashku me këta aktivistë vjetër, Gjafer Lecin, cilën e kam një njeri shumë për qef edhe për shpirt, që kur nuk ka kursye asgjë për me kontribu për vendin tonë, për çështjen kombëtare, normalisht për lirinë edhe për shtetëformimin e Kosovës. Unë ju kam ndihmuar disa herë, jo vetëm se kam qenë antar i kryesisë, po më ka dhënë rasti se gjithkush ka pas mundësi për ta bajtë gjithë këtë ndihmë tyne, por ne me lokale, me gjitha këto ju kemi shërby, edhe normalisht i kemi shfrytzuar edhe me stanë gjerman se këto private s'kan qenë, po megjithatë e kam shfrytzuar autoritetin tim, se e kam shfrytzuar për kombëtimin, për popullin tim, për Kosovën tonë që shumë e kemi dashur. Unë kam marrë një kohë që kam dalë prej lëvizjes gjithë popullore të Kosovës atje, edhe më kanë shku 3-4 vite dikun te që kam gjithë rrugë të më mobilizu, edhe normal që çdo gjë ka funksionuar. Ishte kënaqësi, shumë krenare një vetën sot që jam pjesë e këtij populli, e këtij vendit që bashkuam bashkë me gjithë vëllezërit. Se s'mujmë përmend tash me emrin, ne kemi Taxhedinin tu që na udhëheq këtë shoqat që disa vite Gjafer Lecin thashë edhe një herë që një kohë gjatë kemi edhe munduam ta mbajmë se kemi si ideal, si pishtar, trashëgimtar të vëllezërit Gërvalla dhe shumë bashkëdëtarëve të tjerë që kanë dhënë jetën për liri dhe për shtet. Ditë më parë, Konsullata e Republikës së Kosovës në Stuttgart organizoi mbrëmjen e rrjetëzimit në bashkëpunim me Odën e Artizanëve në Stuttgart. Kronika në vazhdim.
Konsullanta e Republikës së Kosovës në Stuttgart në bashkëpunim me Odën e Artizanëve në Stuttgart organizuan eventin ekonomik dhe mbrëmjen e rjetëzimit Miqësia Kosovë-Baden-Württemberg në tregti dhe biznes. Në këtë aktivitet morën pjesë mbi 150 pjesëmarrës, prej të cilëve 120 përfaqësues të bizneseve gjermane, kosovare dhe të diasporës në Baden-Württemberg, si dhe përfaqësues të sektorëve shtetëror të ekonomisë nga të dyja vendet. Në fjalën e tij, shefi i konsullantës së Republikës së Kosovës në Stuttgart, Hamdi Përbatovci, tha se qëllimi i këtij organizimi është forcimi i marrëdhënieve ekonomike, krijimi i partneriteteve të reja, nxitja e bashkëpunimit afatgjantë dhe rrjetëzimi i bizneseve ndërmjet të dy vendeve. Pra Baden-Württembergu është shtëpi e rreth 150.000 qytetarëve shqiptar, të cilët janë të mirë integruar dhe kontribuojnë në ekonominë gjermane dhe njëkohësisht ruajnë lidhje të forta ekonomike e shoqërore me Kosovën. Gjatë eventit u prezentua potenciali ekonomik i Kosovës dhe sektorët prioritar për bashkëpunim, si ICT, ndërtimtaria, përpunimi i ushqimit, bujqësia, energjia dhe turizmi, si dhe avantazhet fiskale dhe ligjore për investitorët vendor dhe të huaj. Vlen të theksohet se rezultati i këtij eventi ishte edhe themelimi i grupit koordinues Komiteti i Veprimit Stuttgart-Kosovë. Jam Driton Azemi, jam drejtori i zbatimit të ligjit në doganën e Kosovës. Përfaqësoj doganën e Kosovës në këtë event shumë të rëndësishëm dhe fakti që jemi këtu prezent e cilësojmë si të qelluar dhe i domosdoshëm për kohën. Dogana e Kosovës mbetet partner i përkushtuar i biznesit legjitim. Mbetemi të palëkundër në luftimin e ekonomisë jo legjitime, biznesit jo formal dhe krijimin e lehtësira për të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë në Kosovë. Legjislacioni aktual në Kosovë ofron lehtësira të gjithë bizneseve, duke filluar nga linja e prodhimit dhe landa e parë, të cilët janë të liruar nga gjitha taksat, mirë po edhe procedura tjera doganore, duke filluar me profilizimin e rrezikut, selektivitetin e kompanive vetëm të cilat paraqesin rrezik për ngashmangje doganore dhe krijimin e lehtësimit për biznese legjitime, mundësia e marrës licencave për operator të autorizuar ekonomik dhe dërgimit të ngarkesave komerciale drejt në depot të kompanive tyre dhe me vonë deklarimit të tyre, krijojnë një mundësi të mirë për biznesin. Ne gjithë këto i kemi arritur duke bashkëpunuar ngushtë me gjithë agjencionet e zbatimit të ligjit në Kosovë e posaçërisht me administratën tatimore. Deri me tani dogana e Kosovës munduhet të jetë në administratë moderne dhe digitalizuar. Për momentin e ofrojmë shërbime në platformën e-Kosova 22 shërbime për bizneset të cilat janë të interesuar të bëjnë biznes në Kosovë dhe krijojmë mundësinë që mbrana ditës nëse ka nevojë dhe kërkesa për përgjigje të përgjigjemi dhe të ofrojmë asistencë. Mbetemi partneri përkushtuar, mbetemi të interesuar të krijojmë një klim të mirë të bërit biznes dhe këtë do të arrijmë vetëm në bashkëpunim me biznesin. Dogana e Kosovës ju garanton se do të zbatohet legjislacioni dhe do të ofrohen të gjitha lehtësirat e mundshme ligjore. E më vlerësoj shumë lart me që kemi punuar që 3 vite, sidomos ne si Baki Automobila apo si qendër e Volkswagenit në Kosovë, ku kemi filluar në vitin 2001 me shkollimin dual, e cila është aja dhe zhëja e shkollimit, ku për fat të mirë tashmë veç që 3 vite është zyrtarizuar shkollimi profesional dual në Kosovë dhe mira e kësaj është që Gjermania gjithherë, sikur në çdo kohë, edhe para luftës, edhe prej viteve të 70-ta, sidomos pas luftës, është ndihmuesi më i madh i Republikës të Kosovës, sidomos në shkollimin dual dhe praktik. Unë shpresoj që shumë bashkëdhëtar do të na bashkangjesin neve, me qenë se jemi në Kosovë janë mosha më e re në Europë, ka kapacitete të e marrë parasysh se tash edhe ka filluar, si tha më herët, edhe shkollimi dual profesional,
të gjithë të rritë kanë mundësin, kur ata kanë dëshiren edhe shkollimin si në shkollë, ashtu edhe në ndërmarrje, atëherë ata janë vetëm të gatshëm për tregun e punës në çfarë do profesioni apo produkti, që ata besojnë që mund ta plotësojnë në Republikën e Kosovës. Fillimisht kisha dashur me I falenderu konsullatën e Republikës së Kosovës, e cila është bazuar këtu në Stuttgart, për shkak se kam mbajtur sot, domethënë kemi qenë dëshmitar të një eventi të jashtëzakonshëm, ku janë bërë bashkë profile të ndryshme nga fusha, nga më të ndryshmet, duke ju pasur mundësi që të njoftohen mes veti dhe duke ju treguar për lehtësirat edhe për barierat e vogla që ata I kanë pasur në të kaluarmen, në mënyrë që ky lloj bashkëpunimi të jetë të vazhdojë edhe Gjermania si një vend I cili gjithmonë I ka pasur dyert e hapura për bizneset e Kosovës, të na njoftoj se edhe në të ardhmen do të jenë bashkëpunëtorët tonë dhe do të jenë shteti I cili do të jetë faktor në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Po, atëherë normalisht që ne këtu patëm rastin që të njohim fytyrë edhe profile të ndryshme të bizneseve. Biznesi jonë jemi industri e qumshtit dhe normalisht që kemi përfituar duke u njohur me fytyrat të cilat kanë dhe janë të kësaj fushë, në mënyrë që në të ardhmen nëse eventualisht na lehtësohen procedurat që ne të mund të eksportojmë jashtë vendit, konkretisht në vendet e Bashkimit Evropian, atëherë normalisht nga kjo do t'i nxjerrim frytet e tona dhe do të fillojmë që të zgjerojmë eksportin. Ky ishte një takim shumë I bukur, shumë I frytshëm edhe I shumë pritur. Në këtë takim patëm rastin të njoftohemi me zhvillimet ekonomike edhe të Kosovës, me doganën e Kosovës, po edhe me zhvillimet tatimore si po heci në Kosovë. Merremi me disa bizneset ndryshme këtu në Gjermani, prandaj interesi jonë është I madh që të kemi një bashkëpunim ekonomik edhe me firmat në Kosovë, po gjithashtu edhe këtu. Ishte takim mjaft I frytshëm, përshëndesim konsullatën e Kosovës, po edhe gjithë këtë forum që ishte mjaft frytëdhënës. Rikthehemi në studio të dashur teleshikuese dhe tani kam kënaqësinë që të ju të sjell një personazh të spikatur të botës letrare shqiptaro-kanadeze. Është Armenida Qyqja, e cila ditë më parë promovoi edhe veprën e saj letrare në Harvard, ku poezitë e saj do të jenë në bibliotekën e Harvardit. Përshëndetje dhe mirë se vini në Origina Show. Faleminderit për ftesën dhe mbështetjen e ngrohtë. Harvardi do të ketë në bibliotekën e vetë edhe poezitë tuaja. Është kështu apo jo? Ka ndodhur si gjë shumë shpejt do të them, edhe më është dashur pakoj që ta bëj edhe vetë, sepse libri u botua në maj 2025 dhe botuesja dërgoi librarisë bibliotekës Houghton të Harvardit dhe ata e pranuan dhe në bazë të pranimit të librit atëherë organizova edhe këtë promovim në një nga sallat e Harvardit ditën e hënë në datën e shkurt. Dhe akoma jam në atë momentin që me të vërtetë u arrit kjo gjë sepse nuk është e lehtë dhe ndodhi dhe pothuajse shumë shpejt, nuk është bërë akoma një vit nga botimi I këtij libri.
Do flasim për ndjesin, për jetimin, promovimin në Harvard, si shkoi? Ishte brenda pritshmërisë tënde, tek e fundit kjo është një arritje, apo ja? Patjetër që kjo është një arritje, sepse, siç e thash, vetëm të pranoj librin në bibliotekën e Harvardit, ishte një gjë e paimagjinueshme dhe që në fakt unë as nuk e kisha nisur atë proces. Botuesi i kishte dërguar dhe vetëm kur erdhi pranimi më thotë shiko se të shpranuar libri. Domethënë unë as nuk e kisha ndërruar apo parashikuar atë gjë, domethënë projektuar atë ëndë. Pastaj të merja provimin në departamentit të letërsisë krahasuese që ky aktivitet të mbështetej, se nuk ishte thjesht rezervimi një sallë aty, por ishte që departamenti i letërsisë krahasuese të pranonte promovimin e këtij libri. Dhe kjo ishte një arritje tjetër. Sigurisht aty rash në kontakt me zotin Faton Limani, i cili është administrator në atë departament, por është dhe në departamentin e gjuhës shqipe në Harvard. Dhe promovimi i këtij libri mori ato ngjyrat e shumëfishta, sepse shkoja si një poete shqiptaro-kanadeze, sepse unë jetoj prej 31 vitesh tashmë në Kanada. Shkoja thjesht si poete, por nga ana tjetër ishte edhe ky ngjyrimi tjetër, domethënë që unë jam poete shqiptare, në këtë libër, në këtë vëllim, unë kam poezi që lidhen direkt me Shqipërinë, direkt me Kosovën, poezi kushtuar titulluar Kosovës. Dhe aty kemi dhe departamentin e gjuhës shqipe, janë bazat e kulturës shqiptare që janë hedhur aty panolë, dhe domethënë merret një tablo akoma më e gjerë dhe ato ndjesitë që të pushtojnë janë të shumëfishta, se nuk je më thjesht aty poeti Armenida, po je një shqiptare që shkon aty dhe po prezanton jo vetëm letërsinë, po prezanton edhe një pjesë Shqipëri aty, sepse unë formimin kulturor në Shqipëri e mora dhe kam qenë e vetëdijshme që në këtë libër të jo vetëm në vija të përgjithshme të ndjehet ajo ngjyra që kjo është një poezi europiane, kjo është një poezi shqiptare, por dhe të kemë të poezi të lidhura drejt për drejt me vendin tim, që t'i dalë lexuesve ballë për ballë që kjo është Shqipëria, kjo është Armenida. Harvardi, natyrisht se do t'jetë tashmë një pikë referimi apo reference edhe për shumë nisma të tjera, apo dhe ftesa të tjera të përmasave ndërkombëtare, apo jo? Nuk e di, nuk kam menduar aq gjatë, sepse dhe kjo, siç thash, ndodhi shumë shpejt. Unë për te modestisë tuaj, timin kam që të vazhdoj të botoj. Pastaj se çfarë ftesash vijnë apo ku mund të bëhen prezantime të tjera, nuk e di. Unë normalisht 90% e energjisë time i fokusoj në krijim. Dhe di që vjen një moment që çdo libër e merr atë vlerën e vet apo promovimin e vet. Dhe nuk shqetësohem shumë në këtë pjesë. Nuk e bëj fokus primar, sepse ky për mendimin tim, ose siç e ndjej unë, është një moment i artë i krijimit. Dhe do kem kohë përpara vitës, pastaj që të merrem edhe më shumë me anën e reklamimit, se kjo është ana e reklamimit. Dhe nuk dua që të fokusoj shumë energji në atë anë. Por gjithsesi, nëse do kem shanse të tjera, oportunitete të tjera, pse jo. Tani unë jam e thjesht totalisht e përqendruar në çfarë dua të botoj, të kem botimin e radhës. Ju jeni larguar nga Shqipëria 17 vjeçe. Keni mbi 31 vjetë, domethënë afro 31 vjetë tashmë në Kanada. Dhe statusi juaj është në fakt një shkrimtare shqiptaro-kanadeze. Dhe ku jemi te kjo lidhje shqiptaro-kanadeze, përqindja më e madhe është kanadeze apo shqiptare? Në krimtarin tuaj? 100% shqiptare të them, vetëm gjuha që përdor është anglishtja për të prezantuar shkrimtarëve anglishfolës, sepse unë shkruaj fillimisht në shqip.
Dhe kur vendos për shkakun që dua të botoj një libër në anglisht, ky faktikisht është libri im i dytë në anglisht. Libri i parë është botuar në Amazon në vitin 2022 dhe titullohet Bunch of Poems Instead of Flowers, një tufë poezish në vend të luleve. Dhe ky ishte libri i dytë në anglisht, Golden Armor, Buroja e Artë. Atëherë çfarë bëj unë? Shikoj poezi që kam shtuar dhe vendos se çfarë mund të përshtatet mirë në gjuhën angleze. Sepse jo çdo poezi është e lehtë për t'u përkthyer, sepse hasim në problemet metrikës, për shembull, muzikaliteti të vargut që na prishet dhe nuk e përshtasim dot 100%. Dhe pastaj është tematika që luan një rol kryesor në suksesin e një libri. Sepse duhet të jemi ndjeshme që lexuesi është një audiencë e gjerë, vin nga kondësi të ndryshme. Çfarë do t'i bëjë ata që ta lexojnë këtë libër? Nëse ato nuk gjejnë fragmente të vetes tyre, pjesë nga jeta e tyre të pasqyruar aty. Dhe nëse do të kisha botuar një libër siç kam botuar libra të tjerë në poezinë shqipe, janë të drejtuar tek një audiencë shqiptare. Audienca shqiptare mua më ndjen, më kupton, 90% e temave aty janë të bazuara mbi dashurinë, mallin, temat sociale në për të cilat kalon Shqipëria dhe kur shkruaj për antikitetin, ato lidhen. Tani, nëse unë për shembull përkthej një poezi kushtuar Deas, duhet të jem shumë e vëmendshme që si do ta perceptojnë, se unë ta vë me shënim aty kush është Dea për shembull, po ata nuk lidhen dhe nuk kanë atë ndjeshmërinë. Që ne mund të përgjigjemi në një formë tjetër më emocionale, sepse jemi më të njohur me kulturën tonë. Dhe prandaj them që, unë jam një poete, pothuajse 100% shqiptare, sepse me nuancat dhe me çdo mënyrën time të formimit dhe nga buron poezia, burimi fillestar është nga kultura shqiptare. Pastaj se çfarë i prezantoj botës dhe si ja prezantoj është që tjetër. Vendodhja juaj në Kanada, sa e favorizon dhe sa e penalizon, do thoja, prezencën tuaj në evente të ndryshme letrare, për shembull qoftë në Tiranë apo në botën shqiptare në përgjithësi, dhe si e kompenson këtë, në çfarë mënyre e tejkalon këtë barrierë, nëse është barrierë? Fakti që jetoj në Kanada bën disa gjëra më thjeshta si situata ekonomike, për shembull. Nuk e di nëse do të kthehesha në Shqipëri, me çfarë do të siguroja jetesën, se unë nuk jetoj me librat. Pra më duhet një punë, më duhet një gjë që më siguron një herë gjën bazë mbi jetesën. Dhe pasi kalon këtë nevojë primare, atëherë ti ke mundësinë që të merresh me art. Tani e thënë kjo është minusi tjetër, që unë jam larg nga audiencës shqiptare. Sepse fillimisht burimi im kryesor aty është letërsia shqipe. Kjo krijon ato vështirësinë e shpërndarjes së librit, të njohjes, promovimeve. Për shembull, unë kam botuar tani në nëntor, me rastin e Panajirit librit në nëntor, 2 vëllime me poezi. Vëllimin Hieroglifet e Mallit dhe Mosmazionit Dodona, që është një përmbledhje poetike e gjithë poezive që unë kam shkruar për atë unë gjëm sot. Dhe nuk kam qenë fare prezente që t'i bënte një promovim, edhe të merrem me shpërndarjen e librit. Domethënë, kanë kaluar 3 muaj, për shkëm 4 muaj dhe libra të rinë stok diku, sepse unë nuk jam aty. Ky është një penalizim, por si që thash dhe më përpara, ky është një penalizim i vogël, sepse libri nuk është një plaçk, një veshje që i del moda. Dhe nëse unë nuk e shes tani, nuk do të blihet më, se i iku moda kësaj lloj prerje. Prandaj thash unë, tërë energjitë e mia i kam fokusuar tek ana krijuese, çfarë unë prodhoj. Pastaj se kur do të jem aty prezente dhe të kem mundësi që
ti reklamoj punët e mia, ti shpërndaj punët e mia, është një faktor që mua nuk më shqetëson edhe aq. Sepse nuk jetojmë vetëm për sot. Dhe mendoj që kemi akoma kohë përpara. Por gjithsesi vizitat e mia në Shqipëri janë të shpeshta. Unë isha në Shqipëri në periudhën qershor-korrik 2025, pra nuk jam bërë as 6 muaj që kam qenë në Shqipëri. Sigurisht që duhet të shkoj prapë, nuk e di se kur do të mundem të shkoj diku nga pranvera, shpresoj. Po, tani do flasim për veprën tuaj, poezinë. Çfarë e karakterizon më tepër veprën tuaj? Në pamje të përgjithshme, duket sikur dominohem nga ndjenja e dashurisë. Por ajo çfarë përpiqem është që nga anë të këtij mediumi të përsosur që është dashuria, që është gjua universale që na bashkon të gjithëve, të pasqyroj dhe problemet të kohës, shqetësimet mijat. Kështu që është pak e padrejtë që thuash unë jam thjesht një poete e dashurisë, kur trajtoj fuqishëm dhe temat e tjera, por varet se si do të kapet ai këndvështrimi. Për shembull, në një poezi dashurie, unë përshkruaj mallin, por që futet dhe largësia, kilometrat që ndajnë me njerëzit që unë kam lënë pas në Shqipëri. Pra, në duket e jashtëm duket se është një poezi thjesht e dashurisë, po aty ti gjen dhe faktorin largësi, faktorin emigracion, faktorin globalizim që kemi përfunduar të gjithë të shpërndar kështu në përbot. Ku njeriu e ka kaq të vështirë të mbaj pranë vetes rrethin e vet imediat dhe le pastaj të flasim për një rreth më të gjerë shoqëror. Jam e kujdesshme në sasinë dhe në mënyrën e trajtimit të këtyre temave, sepse dhe njeriu nuk mund të bombardohet me gjëra që mund të jenë pak në tonat e errta grise. Kemi mjaft gjëra që jemi prezent tërkohën. Që nga momenti për shembull që në Shqipëri dalim jashtë në shtëpi dhe realiteti me cilën ata përballen edhe gjërat tek lajme që dëgjojmë. Unë mundohem të jap botës pak më shumë pozitivitet dhe pak më shumë ngrohtësi duke përçuar këtë në anën e dashurisë, po pastaj kam dhe poezi që janë të drejtë për drejta dhe janë aty ku dhëmbi të trajtoj temat që janë akute për Shqipërinë. Da, akute dhe në botë, unë nuk e ndaj dot veten nga realiteti i gjerë global ku ne jetojmë, për shembull luftrat që ndodhin, nukesës së mos jesh i përfshirë në rrezikun për shembull të një lufte të tretë botërore. Detyra e shkrimtarit ajo është të pasqyrojë. Ku jemi tek pasqyrimi dhe krijimtaria juaj, dëshiroj të dijej që do vazhdoni të qëndroni më tutje në territorin e poezisë, apo do të ndryshoni zhanër dhe të pasqyroni krijimtarinë tuaj edhe në zhanre të tjera, për shembull siç është proza, tek novela, romane e kështu me radhë. Unë tashmë kam botuar 2 libra me tregime të shkurtra. Libri i parë është botuar në nëntor 2022, I vdekur I qeqesh, dhe libri I dytë në prozë është botuar po me tregime të shkurtra, Pirgjët e hirta, në nëntor 2024. Jam në proces që shkruaj akoma tregime të shkurtra, nuk jam fokusuar ende që të shkruaj novela apo romane, jo se nuk e mendoj, por thjesht kërkoj një kohë dedikimi. Dhe kështu është dhe puna me tregimet e shkurtra, sepse janë vetëm 2 libra për shembull që unë kam botuar me tregimet e shkurtra, ndërkohë që kam botuar 10 libra me poezi. Duket një raport jo I drejtë, dhe duket sikur unë jam totalisht e fokusuar vetëm tek poezia, por është thjesht kjo që
kur ulesh për të shkruar prozë, të duhet një kohë më e dedikuar në sasinë e orëve të ditës që unë ulem për të shkruar. Dhe merr me ditë dhe me javë derisa unë mbaroj atë gjë dhe nuk mendoj gjë tjetër. Pra faktori kohë është ai që më detyron që mos të merrem aq sa dua të merrem me prozën. Por unë që në fillimet e mia i kam shkruar këto dy zhanre paralelisht. Domethënë kam filluar të shkruaj që në moshën 14-15 vjeç dhe paralelisht kam shkruar dhe prozën dhe poezinë. Thjesht proza është më e kursyer në dalje, domethënë nëse flasim për numra librash, numra botimesh, në krahasim me poezinë, dhe kjo vjen sepse kërkon një dedikim më të madh, kërkon më shumë kohë për kushtim dhe thjesht edhe të ulesh ta mendosh një herë se çfarë do shkruash në një tregim për shembull, unë duhet të hyj në atë botë psikologjike me ditë e javë përpara se sa të ulem dhe ta shkruaj. Kurse poezia vjen si edhe një frymëzim i çastit. Vjen dhe si një moment që unë goditem nga një fjalë, nga një varg, nga një diçka që dhe rria mendoj, duket sikur ula dhe shkruajta në atë moment, faktikisht ato vargje mund të jenë me orë dhe tërë ditën në kokën time që vërbiten, ka raste dhe me ditë, por thjesht nuk jam ulur t'i kushtohem ndjesisë dhe them prit një çik më çfarë po mbjej unë këtu. Këtu është diferenca mes poezisë dhe prozës. Proza të kërkon të ulesh dhe të punosh me rigorizitet. Kam botuar dhe tregime në revistat letrare që në gjuhën angleze. Për shembull revista Semana ose revista Adelaide kam paraqitur veten me tregime të shkurtra dhe tematika ka qenë e bazuar mbi ngjarje në Shqipëri. Her pas here ju keni provuar faktikisht një pjesë të krijimtarisë tuaj të pasqyroni, të ilustruar edhe me video. Ndoshta diçka më speciale se sa nga ajo që ne kemi parë deri më tani. Në fakt, kjo risi tek lexuesi, sa ka qenë interesante, çfarë impakti ka patur? Po, recitimi i jep poezi zë. I jep forcë, i jep fuqi. Aq më tepër kur interpretohet nga aktor apo ikona të kinematografisë. Ato bëjnë atë që të japin lexuesit dhe më shumë se sa ai kishte përçuar në mendjen e tij kur e lexon poezinë, kur e lexon vargun. Dhe thjesht ajo mënyra për shembull e mbajtjes së frymës. Dhe një presje në atë moment interpretimi bën gjithë rolin sepse të mban pezu. Në vend që lexuesit i japin një lexim të shpejtë nga fillimi në fund. Kjo është magjia e artit skenik. Pra është një dimension tjetër emocional. Vizual, interpretimi mjeshtror, bër një paketë. Më thjesht mund ta them kështu, për shembull, imagjinoje duke lexuar një vepër të Shakespeare-it dhe imagjinoje që duke parë në teatr. Eksperienca e të parit në teatr është shumë fishuar. Nuk është e njëjtë si ajo që ti e merr dhe lexon vetë në shtëpi. Se tani ti i ke karakteret, imazhet, çdo gjë e ke të gjallë përpara syve të tu. Dhe jam munduar, kam shumë poezi që janë interpretuar nga aktorë të mirënjohur, si Reshat Albana, Bujar Asjeriu, Krista Iqpilu, Xhelal Tafaj, Shaban Lajçi, Agim Xheka. Dhe patjetër që ata i kanë dhënë një madhështi poezisë time. Sa që kur i dëgjoj them po me të vërtetë kam shkruar këtë sepse ajo çfarë ata bëjnë me ato poezi është e kanë çuar një nivel tjetër përtej çfarë asaj që unë kam thënë thjesht në fjalë. Pastaj janë dhe poezi të cilat unë interpretoj vetë, i punoj vetë ato vidje dhe janë punime modeste, por që mendoj luajnë një rol
Jo vetëm që ja servirin gati në këtë kohë që njerëzit jetojnë në TikTok, jetojnë jemi bërë pak kultura ambulante, do të thoja. E kërkojmë në çast, e kërkojmë shpejt. Nuk kemi kohë që të rrimë tani dhe të lexojmë libra në një faqe të re, ka ikur koha. Sepse ne jetojmë në një kohë shumë intensive. Pastaj edhe interpretimi, siç thash, që e zbukuron poezinë, edhe video të jep akoma të pasuron ato mesazhet, metaforat të dalin edhe më qartë në përmjet imazheve. Por është elementi tjetër, për shembull, kur unë interpretoj vetë ato poezi, ata lidhen më shumë me shkrimtarin. Domethënë është personi pas kuintave që atyre u zbulohet, dëgjojnë zërin tim dhe marrin në atë perceptimin tim. Atëherë për në fund dëshiroj t'ju bëj edhe një pyetje, sepse nuk mund t'i shmangemi dot, që të kemi edhe një informacion për bashkëdhetarët tanë që jetojnë në Vancouver, por edhe në pjesë të tjera të Kanadas. Të jetosh 31 vite në Kanada do thotë je bërë më vendalike, si themi ne. Edhe pse në fakt Kanadaja edhe brenda 24 orëve ta jep atë garancinë dhe komoditetin që të jesh kanadeze. Këtë e kam provuar vetë para disa viteve në veprimtarinë time në Toronto, ku shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë ata miq dhe bashkëpunëtor atje. Më trego si është jeta në Vancouver, si janë shqiptarët në Vancouver, sa janë të integruar, sa je e kënaqur në relacionet dhe në unifikimet e qëndrimeve, do thoja në ngjarjet e ndryshme apo eventet e ndryshme që mund të ndodhin atje. Atëherë, Vancouver është pika më e largët në Kanada, cepi më i largët. Shumica e shqiptarëve janë vendosur kryesisht në Toronto, ka disa në provinca të tjera, si në Alberta, Regina, shumë komunitete të vogla. Dhe gjerë këtu në Vancouver, mund të them 2-3 shqiptarë janë përshëndruar këtu. Çfarë përbën kjo? Kur vjen puna e mbajtjes së kulturës, identitetit, përbën vështirësi në fakt, sepse jemi 2-3 shqiptarë dhe jemi të shpërndarë demografikisht. Kjo i bën të vështira organizimet e eventeve kulturore. Nëse në Toronto janë më shumë shqiptarë dhe të përshëndruar dhe në lagje ku janë përshëndruar me shumicë shqiptare, bën më të lehtë organizimin e një eventi, për shembull, qoftë një takim letrar, le të themi. Sa të pranishëm do të munden të vinë. Nëse bëhet fjalë për të hapur një shkollë shqipe, sa fëmijë do të kesh prezent, nëse do të hapësh ta zënë një kurs kërcimi për të mësuar vallet shqiptare, sa fëmijë do të vinë, sa të rinj do të vinë. Kur janë vetëm 2-3 mijë shqiptarë dhe këta të shpërndarë, dhe ju i dini shumë mirë që jeta këtu të mban të zënë 24 orë të ditës, ne bëjmë një vrap. Kuptohet që jemi këtu sepse Kanadaja të ofron më shumë mundësi për jetën, por është luftë për mbijetesë dhe dalim sa të integruar janë shqiptarët. Të arrihet integrimi është një punë e vështirë, nuk është e lehtë. Kanadaja nuk është se t'i ofron të gjitha në një pjatë argjend. Do të arrijë njerëzit të marrin njohjet e diplomave, domethënë prapë vlerësime mbi shkollimin e tyre. Njoh personalisht arkitekt që nuk punojnë dot dhe të vënë emrin si arkitekt. Dhe përjetoj marrë një pagë më të vogël kur punën e bën një lloj. Këto janë vështirësitë e emigrimit, por do të them që jemi integruar shumë bukur. Shpirti i shqiptarit është për të ardhur dhe për t'ia dalë. Kjo na dallon. Ndoshta kjo është dhe emëruesi i përbashkët i gjithë emigrantëve, sepse ne dim pse vim, pse emigrojmë dhe kërkojmë që t'i realizojmë ato qëllime e objektiva dhe nuk dorëzohemi lehtë. Këtë e shikoj dhe në komunitetet të tjera, emigrantët, gjenerate parë, gjenerate dytë,
janë shumë ambicios në arritje dhe në integrim në shoqëri. Dhe për këtë gjë unë ndjehem krenare. Ndjehem krenare kur them që janë shqiptare, sepse shqiptarët janë integruar më së miri. Ne kemi mjek këtu, doktor Loshaj për shembull. Të mbarosh, të marrësh njohje, të dalësh prap me titullin tënd doktoresh, mjeke. Nuk është e lehtë, është një kalvar. Studime mbi studime. Të falimderit shumë për kohën që vure në dispozicion, edhe njëherë juve na keni bërë krenar me promovimin e veprës suaj në Harvard. Uroj që fjala shqipe, vepra e bukur shqipe, duke qenë ju autore, po edhe shumë autorë të tjerë, të prezantohet sa më denjësisht edhe në këto përmasa, ashtu siç ishte edhe prezantimi juaj i fundit. Faleminderit për këtë bisedë të ngrohtë nga Vancouver. Shumë faleminderit juve për gjithë fjalët e ngrohta, mbështetjen dhe mikpritjen. Atëherë mirupafshim së shpejti në Tiranë apo pse jo edhe në Stuttgart. Suksese. Faleminderit. Të dashur teleshikues, se këtu e përfundojmë këtë edicion deri në takimin e ardhshëm. Mirupafshim.